Rinoplastika, e thënë thjesht, është një nga ndërhyrjet më popullore. Pacientët vinë apo i nënshtrojnë kësaj ndërhyrje, më së shumti është një problem funksional. Është mirë që rinoplastika të kryhet nga kirurgu ORL. Doktoresha, cila është mosha që lejohet një ndërhyrje e tillë? A ka probleme funksionale, a ka vështirësi në frymarrjen me hund, a vuan nga alergjit? Po rreziqe paraqet kjo lloj ndërhyrje? Shërimi pas rinoplastikës në vetvete është një proces. Po nga ana estetike, nëse një pacient nuk është i kënaqur me rezultatin, a ka ai një shans të dytë? Neve na duhet edhe të jemi pak psikolog në konsultën që bëjmë, sepse Doktoresh Klaudia, faleminderit që pranuat ftesën të jeni këtu me ne, është një kënaqësi. Kënaqësia është e imja, faleminderit. Për ta nisur bisedën, çfarë është rinoplastika dhe sa popullore është kjo ndërhyrje? Rinoplastika, e thënë thjesht, është ndërhyrja kirurgjikale që merret me rimodelimin estetik të hundës. Në fakt, për momentin është një nga ndërhyrjet më popullore, jo vetëm në listën e ndërhyrjeve që unë realizoj, por mund të them në të gjithë botën. Kjo për shkak sepse është një operacion që tërheq ose prek të gjitha gjinit, të gjitha etnit, të gjitha moshat adulte dhe hunda duke qenë një organ central, pra i vendosur në qendër të fytyrës, është edhe më i dukshëm, është edhe më i ekspozuar dhe normalisht luan rol kryesor në balancimin e të gjithë tipareve të fytyrës. Kështu që prandaj mendoj se është ndërhyrja më trend sot për sot. Cili është qëllimi i rinoplastikës? A është vetëm estetik apo edhe ka indikacion mjekësor? Siç tham, rinoplastika, pra termi rinoplastik nënkupton një kirurgji plastike të hundës, një rimodelim estetik. Por në fakt, arsyeja pse pacientët vinë apo i nënshtrojnë kësaj ndërhyrje, më së shumti është një problem funksional. Problemi funksional mund të lidhet me një devijim të septumit nazal, pra në konsultën që ne bëjmë pacienti referon që ka vështirësi në frymarrjen me hund, mund të ketë një hipertrofi të turbinave të hundës ose të konkave nazale, dhe në këtë rast lind nevoja që rinoplastika të shërbejë jo vetëm për qëllime estetike, por edhe për korrigjime funksionale. Dhe në këtë rast, pastaj termat ndryshojnë, bëhet rinoseptoplastik në momentin kur ne bëjmë një ndërhyrje në septumin e hundës ose rinoseptoturbinatoplastik kur kirurgjia është pak më komplekse, pra prek edhe turbinatet e hundës. Kështu që duke qenë se është një kirurgji e tillë që nuk ka lidhje vetëm me estetikën, por edhe me funksionin, unë gjithmonë sugjeroj, sidomos në rastet kur pacienti ka probleme funksionale, të kryhet nga një kirurg ORL, sepse është ai që e njeh më mirë anatominë e hundës dhe funksionimin e saj. Doktoresha, cila është mosha që lejohet një ndërhyrje e tillë? Ka një limit të sipër? Atëherë, mosha dysheme apo mosha nga ku mund të fillohet kjo si ndërhyrje është 17 vjeç për femrat, 18 vjeç për meshkujt. Kjo është një moshë që neve mendojmë se rritja apo ndryshimet anatomike të hundës kanë përfunduar, kështu që nuk presim më të shohim ndryshime në hund. Por ndonjëherë mund të kemi pacientë të cilët mezi presin ta kryejnë këtë ndërhyrje, pra pa bërë akoma vajzat 17 vjeç kërkojnë të bëjnë rimodelimin e hundës. Në këtë rast neve kemi disa ekzaminime, gjatë të cilave shikojmë nëse procesi i rritjes ka mbaruar apo jo te ky pacient, dhe në rast se procesi i rritjes e zëm tek një vajzë ka mbaruar që në moshën 16 vjeç e disa muaj, mund të kryhet dhe në atë moshë. Kurse një limit të sipër nuk është se ka, pra teorikisht mund të kryhet në çdo moshë, por duhet pasur parasysh që elasticiteti i lëkurës, ligamentet të cilat mbajnë të shtrënguara kartilagot e hundës, nuk janë njësoj, si në moshën 70 vjeçare apo 60 vjeçare, si në një moshë 20 vjeçare. Kemi dëgjuar për teknika të ndryshme dhe emërtime të ndryshme, si për shembull French nose, Barbie nose, ku ndryshojnë ta nga njëra tjetra? Teknika për të kryer rinoplastikën janë të shumta. Madje çdo kirurg ka një teknikë të personalizuar për çdo pacient, sepse kuptohet problematikat e hundës janë të ndryshme për secilin pacient. Nuk po dua të ndalem te teknike hapur dhe e mbyllur,
sepse ky është vetëm hapi i parë i kirurgjisë, pra çfarë qasje kërkon të ketë kirurgu, don të bëj qarje brenda në hund apo jashtë hundës. Pastaj pjesa tjetër është e gjitha një teknikë e personalizuar për secilin pacient. Sepse në momentin që ne vendosim të bëjmë një rinoplastik, pra të kryejmë një ndryshim estetik të hundës, sigurisht që pacienti shihet në kompleks. Shikohet projeksioni i mjekrës, forma e nofullës, këndi që ka hunda me ballin, me buzën, pra për secilin pacient është një teknikë e personalizuar. Madje tashmë mund të them që duke qenë se edhe turizmi mjekësor është në lulëzim edhe në Shqipëri, ne na duhet të operojmë ndonjëherë edhe etni të tjera, sepse hunda është organ etnik dhe përveç pacientëve që kanë origjinë europiane dhe kryesisht kërkojnë reduction rhinoplasty, kur them reduction do të thotë që zvoglim të hundës, zvoglim të kurrizit të hundës, sepse kryesisht këto janë problemet që kanë. Në një racë apo në një pacient me origjinë aziatike apo afro-jugore, ato kanë augmentation rhinoplasty, pra do të thotë një shtim të volumit të kurrizit të hundës, dhe ju e dini që aziatikët kanë atë bazën e gjerë të hundës me vrima të mëdha, kërkojnë zvoglim të saj. Kështu që teknikat janë në varësi të problematikës së pacientit. Por, me që më përmendët ato terma, duke qenë se këto teknika janë shumë mjekësore dhe pacientët nuk kanë njohuri mjekësore, pra nuk mund të flasin me terma teknikash, ne kemi vendosur këto emra. Barbie nose, French nose, business woman nose, Ken nose për meshkujt, në mënyrë të tillë që neve të kuptojmë pak a shumë dëshirën e pacientit, çfarë modeli hunde kërkon, dhe të jetë komunikim më i lehtë midis mjekut dhe pacientit. Sigurisht nuk ka asgjë të keqe të bësh një Barbie nose, sepse, siç e thash, në varësi të konstruktit të tipareve të fytyrës vendoset edhe tipi i hundës që pacienti kërkon. Si çdo ndërhyrje tjetër, besoj dhe rinoplastika ka kundërindikacione. A ka raste kur mjeku detyrohet të thotë jo pacientit? Po, sigurisht, rinoplastika në fund të ditës është një ndërhyrje kirurgjikale që kryhet me anestezi totale dhe në radhë të parë pacienti duhet të jetë klinikisht i shëndosh. Pra, kushtet shëndetësore t'ia lejojnë që t'i nënshtrohet një anestezie gjenerale. Përveç kësaj, përpara se pacienti të bëjë një ndërhyrje në hund, ne gjithmonë marrim një anamnezë të hollësishme, në radhë të parë për hundën, pra a ka probleme funksionale, a ka vështirësi në frymarrjen me hund, a vuan nga alergjit, a ka bërë ndërhyrje të mëparshme në hund pacienti, apo përdor droga nga hunda, sepse dhe përdorimi i drogës luan rol shumë të rëndësishëm në procesin e shërimit të hundës, kështu që kjo është një anamnezë e hollësishme. Në rast se pacienti është përdorues, sigurisht që jemi të detyruar t'i themi jo, apo të jemi të bindur që ky pacient ka një farë kohe abstinencë, pra ka vendosur ta lë përdorimin, apo nuk ka ndërmend t'i rikthehet më nëse është një histori e kaluar. Tjetër gjë janë kushtet apo shëndeti mendor, kushtet psikike apo shëndeti mendor i pacientit. Neve na duhet edhe të jemi pak psikolog në konsultën që bëjmë, sepse edhe dëshirat e tyre duhet jenë realiste, duhet jenë me këmbë në tokë. Pra, pacienti në rast se ka një hund shumë të madhe, me një kurriz shumë të lartë, apo me një skolioz apo shtrembrim të theksuar, sigurisht që nuk mund t'i premtohet një hund Barbie, sepse parametrat anatomik të hundës nuk e lejojnë këtë gjë. Kështu që ndonjëherë jemi të detyruar edhe të themi jo, apo t'i japim pak më shumë kohë të mendohen derisa ta kryen këtë ndërhyrje. Pas një ndërhyrje, sa kohë duhet për rikuperimin, do të thënë për të rikthyer në punë, jetës normale? Pas ndërhyrjes së rinoplastikës, po ju shpjegoj pak a shumë procesin se si funksionon. 2 deri në 3 ditë mbahen tampona në hund dhe pas 7 deri në 10 ditësh shiqet tallçia dhe fijet. Kështu që pas 10 ditësh pacienti mund të rikthehet aktivitetit normal, pra aktivitetit të përditshëm që bën me disa limitime fizike, le të themi, menjëherë mbas 10 ditësh. Por duhet kuptuar që shërimi pas rinoplastikës në vetvete është një proces, pra nuk mbaron në atë 10 ditëshin mbasi hiqet tallçia. Hunda vazhdon pëson ndryshime 4 deri në 6 javët e para më të dukshme, sepse bie edema, ndonjë asimetri e dukshme, fillon edhe zvoglohet. Kështu që
procesi i shërimit të hundës mund të shkojë 6 muaj deri në 1 vit dhe ne mbas 1 viti jemi plotësisht të bindur për rezultatin që kemi arritur dhe nuk presim më të shohim ndryshime në hund. Po rreziqja paraqet kjo lloj ndërhyrje? Rreziqet, siç e përmenda edhe më parë, si çdo ndërhyrje kirurgjikale e cila bëhet me anestezi të plotë. Sigurisht anestezia gjenerale ka ato rreziqet që janë të njohura, por për fat të mirë tashmë mjekësia ka evoluar dhe nuk kemi më pasoja për shkak të anestezisë gjenerale, por pasojat që lidhen apo rreziqet që lidhen me rinoplastikën janë hemoragjia ose infeksioni, që janë të pranishme në çdo ndërhyrje tjetër. Në rastin e infeksionit neve përdorim antibiotikoterapi. Antibiotiku merret që ditën e ndërhyrjes, pra për profilaksi dhe vazhdohet disa ditë më pas, ndërsa për hemorragjin vendosim tampona në hund, të cilët mund të jenë silikoni me tubajrimi, mund të jenë me garsë të lubrifikuar me parafin, me acid hialuronik dhe për 2-3 ditë mendohet se është kryer hemostaza dhe probabiliteti që të ketë hemorragji zvoglohet shumë. Pastaj, sigurisht që mund të ndodhin komplikacione, por për fat të mirë janë shumë të pakta, pra ka një incidencë shumë të ulët dhe kjo nuk duhet të përbëj frikë për pacientin. Po nga ana estetike, nëse një pacient nuk është i kënaqur me rezultatin, a ka ai një shans të dytë që ta rimodeloj ose diçka që e ofron rinoplastika? Po, patjetër që ka një shans të dytë, madje çdo njeri e meriton një shans të dytë. Mund të kryej një rinoplastik për herë të dytë, për herë të tretë, pra praktikisht nuk është se ka një limit sa herë mund të kryejmë rinoplastikën, por duhet ditur që pas çdo ndërhyrje hunda pëson ndryshime, pra lëkura do psohet, kartilago do psohen, kështu që një kirurg në momentin që vendos të bëjë një rinoplastik revizion quhet në momentin kur rinoplastika është korrigjuese, që mund të jetë sekondare, terciare, duhet të marrë në shqyrtim përfitimet dhe rreziqet që pacienti ka. Në qoftë se premton diçka më të mirë se ajo që pacienti ka, sigurisht që mund të futet edhe për herë të dytë edhe për herë të tretë. Por kjo është pak më e vështirë, siç e përmenda edhe më parë, si për kirurgun, si për pacientin, sepse ndonjëherë na duhet të marrim graft kërcor, i cili mund të jetë nga veshi ose mund të jetë nga brinja, sepse lënda e parë për të modeluar hundën është kërci. Dhe në ndërhyrjen e parë ky kërc që normalisht gjendet në hund mungon sepse është përdorur një herë. Kështu që na lind nevoja që të marrim materialin e kartilagos, e kërcit nga veshi apo të brinjës. Kështu që për kirurgun ka 2 ndërhyrje, sepse duhet të operojë dhe në një vend tjetër, në një organ tjetër, por edhe periudha e rikuperimit për pacientin është pak më e vështirë, sepse do ketë dhe një plak në brinjë, le të themi, që do të ketë ato dhimbje ditën e parë. Prandaj është mirë të mendohemi mirë përpara se të bëjmë ndërhyrjen e parë, sepse nuk ka arsye nëse bëhet mirë e para të kthehemi për herë të dytë apo për herë të tretë. Në praktikën tuaj të përditshme keni patur ndonjë rast që mund ta tregojnë si rast suksesi? Sigurisht rast e revizionimi kemi çdo javë, le të themi, që janë kryer këtu, që janë kryer jashtë. E para njëherë është e rëndësishme të thuhet që kur pacienti ka probleme funksionale të hundës, është mirë që rinoplastika të kryhet nga kirurgu ORL. Pra sepse ai e njeh mirë funksionimin dhe anatominë e hundës. Dihet që tashmë rinoplastika është një ndërhyrje që kryhet edhe nga kirurgët plastik, nga maksilofacial, nuk ka asgjë të keqe, por në momentin që pacienti ka një vështirësi në frymarrje, është mirë që të realizohet nga specialisti ORL. Kështu që në praktikën tonë, në momentin që pacienti na vjen për një ndërhyrje të dytë apo të tretë, zakonisht kanë probleme funksionale, por edhe problemet estetike nuk mbeten pas. Kështu që ne na duhet shpeshherë të bashkëpunojmë me kirurgët torakal, sepse është një tjetër kirurg që merr kërcin e brinjës, dhe më pas fillojmë operimin në hund. Deri tani kemi pas vetëm raste suksesi, kështu që nuk ka asnjë frikë edhe për të bërë një rinoplastik revizioni. Po për pacientët që vinë për herë të parë, çfarë këshille do t'u jepni për ata që duan të përmirësojnë pamjen e tyre të jashtme? Për gjithë ata që dëshirojnë të përmirësojnë pamjen e jashtme dhe jo vetëm pamjen e jashtme, unë do të thoja si këshill që nuk ka asgjë të keqe të jemi një version më i mirë i vetes.
kuptohet si në planin estetik, se po flasim për estetikën tashmë, por edhe në përmbajtje. Gjithmonë duhet të jemi një version më i mirë i vetes. Dihet që kirurgjia plastike apo kohët moderne janë duke e reklamuar, duke e simpatizuar gjithmonë edhe më shumë imazhin, por e bukura është pëlqyer dhe është vlerësuar gjithmonë. Që nga antikiteti në kohët e lashta janë thurur vargje, poezi për të bukurën, e bukura ka frymëzuar, ka qenë motivi shumë kryeveprave botërore, kështu që pse jo, në rast se dikush ka një le të themi një defekt apo një kompleks të vetin, sepse ekziston edhe stigma e bërjes së hundës. Është e vërtet, stigma mund të jetë për të gjitha ndërhyrjet kirurgjikale, por kohët e fundit sikur është sfumuar pak. Më tepër ka qenë dekadën e kaluar, ndoshta sepse janë parë shumë rezultate me ndryshime drastike, dhe kur ndryshimet janë drastike, jo gjithmonë janë tërheqëse për syrin, kurse tashmë kirurgjia plastike po synon drejt ndryshimeve natyrale. Madje dhe pacienti ndonjëherë kërkon dua të kem një hund sa më natyrale që mos kuptohet që është e bërë. Dhe kur ndryshimet janë natyrale, pra janë gjithmonë në harmoni me fytyrën apo me trupin, janë gjithmonë të pranueshme dhe të bukura. Madje është parë që kirurgjia estetike ka ndikuar jo vetëm në pamjen e jashtme, por edhe në shëndetin shpirtëror apo në vetbesimin e pacientëve, sepse kur dikush ndihet më i bukur, ka më shumë vetbesim tek vetja, investon më shumë për shëndetin e vet, madje dhe qasja e të tjerëve ndaj tyre përmirësohet. Janë bërë statistika që kanë fituar vendin e punës vetëm sepse kanë bërë një ndryshim në fytyrë. Pra, kjo është një benefit i cili është në kompleks, nuk bëhet fjalë vetëm për atë organ të vogël që pacienti ndryshon apo atë dukshmëri të vogël që pacienti ndryshon, por është ndërqenia e brendshme që pacienti t'i siguron. Ekzistojnë edhe mite rreth rinoplastikës, si të tilla për shembull ke probleme me frymarrjen nëse ti bën hundën, të krijon rrath porsyve. Mund të na ndani me ne disa mite? Mitet në fakt mund të ekzistojnë. Për sa i përket miteve në lidhje me frymarrjen, sigurisht është thjesht një mit, nuk ka asgjë të vërtetë në të. Madje unë e përmenda që ndonjëherë pacienti ka probleme funksionale dhe për këtë arsye futet të korrigjojë dhe estetikën. Kështu që në momentin që futet për të korrigjuar si funksion si estetik, nuk ka sens që të dalim me probleme në frymarrje. Por është e rëndësishme të zgjedhësh specialistin e duhur, pra atë që është adapt për kirurgjinë e hundës. Për sa i përket radhëve të zi, sigurisht si çdo ndërhyrje mund të ketë hematoma të momentit. Ne gjithmonë i sigurojmë, i këshillojmë pacientët që të përdorin krem me faktor mbrojtës ditët e para, sa janë eliminuar plotësisht ekimozat ose hematomat dhe të qëndrojnë me kapele, sepse njollat e zeza mund të ndodhen nga kontakti i diellit me lëkurën, ndërsa kur ato janë larguar, pra bëjnë atë dekursin e vet maksimumi 2 javë, nuk ka më arsye për të pasur shenja në lëkurë pas rinoplastikës, sepse nuk do të kishte kuptim që dikush futet për të zbukuruar pamjen e jashtme dhe të dalë me shenja në fytyrë. Kështu që dhe kjo është një mit që duhet rrëzuar. Shumë faleminderit doktoresha për gjithë informacionet dhe këshillat, ishte një kënaqësi. Faleminderit juve.